Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Babun fi fadli Aisha radhiyallahu anha. Ndër vlerat e mirësitë të Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Faktikisht ne jemi lexuar për sabab këto hadithe, por nga që s'është incizuar interesant. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أوريتك في المنام مرتين أرى أنك في سرقة من حرير ويقول هذه امرأتك فأكشف عنها فإذا هي أنت فأقول إن يك هذا من عند الله يمضيه. Nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha tregon se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i ka thënë asaj: "Të kam parë 2 herë në ëndër, dhe ëndrat e profetëve janë shpallje dhe në vërteta. Të parë sikur ishe në një pëlhur më ndafshi, e mbuluar, dhe më thuhej mua në ëndër, kjo është nusja jote, bashkëshortja jote. E hapja dhe ishe ti në portret. Thash me vete pejgamberi selam, kjo është prej Zotit, do të shkojë në vend. Kjo ëndër është prej Zotit, do të shkojë në vend, sepse ëndrat e pejgamberëve janë të vërteta. Pra martesa e Aishës në pejgamberin sallallahu nuk ka qenë as pak me propozimin e pejgamberit alayhis salam. I ka ardhur nga Zoti urdhëni që të martohet me Aishën radhiyallahu ta'ala. Kështu që çdo debat mbi moshën e Aishës, se sa është martosh kot, s'ka se dhe vlerë. Përderisa urdhri ka ardhur nga Zoti, mbaroi historia dhe nuk diskutohet kjo temë. Gjithashtu nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha ka thënë: një ditë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam më tha: me të vërtetë, o Aisha, unë e di se kur ti je e kënaqur prej meje dhe kur je i hidhur prej meje. I thash: nga e kupton ti këtë, o pejgamberi i Zotit? Ai tha: idha kunti anni radiyatan fa innaka taqulin la wa rabbi Muhammedin wa idha kunti ghadba qulti la wa rabbi Ibrahim. E kuptoj, tha pejgamberi alayhis salam, sepse ti tha kur je e kënaqur prej meje, thu po ose jo, pasha Zotin e Muhamedit. Kurse kur je mërzitur prej meje, thu po ose jo, pasha Zotin e Ibrahimit. Tha Aisha, i thash: po, e vërtetë i dërguari i Allahut, po mbas sotës do të përmend më vetëm se emrin tat. Gjithashtu Aisha radhiyallahu ta'ala anha tregon, thotë isha me gocën duke lozur aty shtëpitë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shkaktojshim zhurmë, lodhshim, knojshim me shoqet. Futej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kënaqe dhe ai kur më shifte mua që kënaqesha dhe lodh, do të thonë ndjesha mirë, ndjesha e lumtur. Nëna e besimtarëve gjithashtu tregon: njerëzit më shumë që i binin dhurata pejgamberit alayhis salam, ndodhte kjo në natën e Aishës, sepse ata kërkonin nëpërmjet kësaj të kënaqësin pejgamberin alayhis salam. Pra duke qenë dhurata e Aishës në natën që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte nga Aisha, kënaqësi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nëna e besimtarëve gjithashtu tregon: në smunën e vdekjes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi duke pyetur: ku jam nesër, po pas nesër, po pas nesër. Dhe e kuptuan gratë e tij që po kërkonte një lloj qetësie dhe i dhanë leje që të smuret, pra ta kalojë agoninë e vdekjes te Aisha radhiyallahu anha. Thot, ka ndruar jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë ditë që ishte në shtëpinë time, trupi dhe koka e tij ishte në preherin tim mes barkut dhe gjoksit tim. Pra se më thonë ka pas kokën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këtë lloj pozicioni. Nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu ta'ala gjithashtu tregon: atë ditë që ka ndruar jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e mbështeta në trupin tim
pra pejgamberi sa është mbështet në trupin e Aishës. Dhe thoshte vazhdimisht: Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni bir-rafiq. Thoshte vazhdimisht: O Allah, më fal, o Allah, më mëshiro, o Allah, më bëj që të jem lartë me ty. Nëna e besimtarëve radhiyallahu anha Aisha tregon: shpesh e dëgjoja pejgamberin alayhis salam i cili thoshte: nuk ndron jetë në një pejgamber derisa të jepet e drejta të zgjedhë mes kësaj bote dhe botës tjetër. Dhe unë e dëgjova pejgamberin sallallahu alaihi wasallam smunjen e vdekjes kur ai ishte andej nga fundi që thoshte: ma'al ladhina an'ama Allahu alejhim, me ata që Zoti i ka përzgjedhur dhe i ka bekuar. Aty kuptova, thot Aisha, se po i jepej mundësia e zgjedhjes për të jetuar ose për të ikë nga kjo botë. Nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha tregon: i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kur ishte i shnetshëm, thoshte: innahu lam yuqbad nabiyyun qattu hatta yara maq'adahu min al-jannati thumma yuhayya aw yukhayyar. S'ndodh që një pejgamber të ndrojë jetë pa e pa vendin e tij në xhenet ku e ka, e pastaj jepet e drejta e zgjedhjes për të jetuar apo për të ikë në kjo botë. Për këtë arsye, në smunjen e vdekjes dhe agonisë së pejgamberit alayhi salatu sallam, në momentin para se t'i vinte meleku për t'i marrë shpirtin, koka e tij ishte mbi kofshën time dhe i rasi të fikë. Kur erdhi në vete, u zgjua, e drejtoi shikimin e tij nga tavani dhe pastaj tha: Allahumma fi rafiqil a'la, o Allah, me mikun tim më të lartin, pra me Allah, pas zgjedh Allahu. Kultu, atëherë thotë mendova se ky ishte fundi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aty e kuptova ditën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se çdo thotë me ju dhonë drejta një profeti me zgjedh mes jetës edhe vdekjes. Nëna e besimtarëve gjithashtu Aisha radhiyallahu anha tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur dilte në përudhëtime hilte shortin mes bashkëshorteve të tij. Dhe i binte shorti mes shpeshti me Aishën dhe Hafsan. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë udhëtimit rrinte me Aishën radhiyallahu ta'ala anha dhe flisnin me të. Hafsa radhiyallahu ta'ala anha tha: a nuk po hypni ke deveja ime se është më e shpejt? Thash po. I ka thonë Hafsa Aishës: apo hyp ke deveja ime se është më e shpejt? Hafsa ka shku ke deveja Aishës dhe Aisha ka hyp ke deveja kujt e Hafsas. Dhe i dha selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ecën derisa ndalun diku. Kur mbërritën dhe ndaluan, kur ndaluan të kaj vendi ku të të pushonin, pejgamberi sa se filloi të kërkon të Aisha. Dhe Aisha radhiyallahu ta'ala anha kishte ardhur turp që kishte ndru të vend palejen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shkoi u fshet mes barit prej turpit. Thosha me vetë dhe thotë Aisha: o Zoti, inshallah s'po qëllon në akrep ose në gjarpër, se e kuptova që bëra gabim që lëviza nga deveja palejen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka ka ndodhur? Nga që ka qenë pejgamberi se vazhdimisht me Aishën, dhe ka thonë Hafsa i ndrëm të vetë, kur ka ikë pejgamberi diku, ka thonë ndrëm të vetë. Kur i ka ndru të vetë,
Pejgamberi sa ka vazhduar gjithë është me Aishën. Kishte Hafsa. Aisha ishte në devet Hafsës. Hafsa kësha në devet Aishës. Dhe pejgamberi vazhdon si kur është me Aishën të bo muhabet. Por zbritën thotë, e kuptoj pejgamberi sa që s'ki qenë Aishë. Aisha prej turë të më qeva po më barë, se po më bitë zonë një thonë pejgamberi sa sëllim, si e bona lëvizin pa i mor leje, thotë më qefa më barë dhe shohë zotë, mos që mos në i gjarë pra për në kretë me në picku, sa ashtu për ta zdot. Enes ibn Malik radiallahu anhu të regon, kam gjuar pejgamberi sa sëllim, cili thoshte, fadlu Aisha të alë nisai ke fadlu lit e ridi alë ta'am. Vlera e Aishës në krahasim me të gjitha gratë është si vlera e mishit me të gjithë ushqimet e tjera. E gjellës me mish në krahasim me të gjitha ushqimet e tjera. Hadithi i fundit, Aisha radhiyallahu anha tregon se dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë asaj: "O Aisha, ky është Xhibrili, po t'jep selam." Thash Aisha: "Wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh." Ti o pejgamber shef, shikon atë që ne nuk e shohim. Kështu që këto janë disa nga hadithet, sepse vlerat e Aishës nuk mund përmbledhen kaq pak, po këto janë disa nga hadithet që plotësojnë kriteret e autorit, që thotë ti transmetuar i njëjtë hadith edhe në Buhari, edhe në Muslim me të njëjtin transmetim. Allah në bashkohë në xhenet. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.